Me arë prej pejes në Prishtinë për një performancë edhe për me prezentu kursin e juj, nështë asu ka shumë e latshme, Priscilla? Në fakt, për me arrit dikon, do me thonë asë një gjë nuk është e latshme për neve, sepse kur e ke një dëshirë, do me thonë në çdo pikë të arrin atë dëshirë, me mundesa dhe jo mundesa. Bravo, pajtojmë plotësisht, Priscilla. A pajtohesh Tara dhe ti? Shumë e vërtet, në jetë duhet të sfidosh veten dhe mos të zgjatesh rrugën më të lehtë. Bravo, Irda? Po, unë mendoj si këto dy atë. Edhe ti pajtohesh, Irda. Dhe kemi më të madhe në grupit që është prej fillimit në kursin e mësuesit Stringa, është Arisa që prej ditës kur është hap kursi edhe Arisa është pjesë e vallëzimit. Po, kemi pas shumë sfida, nuk ka qenë rruga e lehtë. Kemi shku dhe kemi vizitu shumë vende, kemi marrë dhe çmime të përfaqësu Kosovën, si shtet grupion. Kemi qenë shumë vende, po edhe kemi shëtit, po edhe kena bo gara. Pasaj nuk ka qenë shumë e zërshme, se deri tash edhe jena mësu, edhe nuk është që na duket shumë e vështirë. Arisa, ti je tash 15 vjeqë, i bjen që me në moshën 10 vjeqare ke fillu kursin. Po. A ke bo vallëzim edhe para moshës 10 vjeqare? Po, kam vallëzu. Gjithmonë e ke dash vallëzimin? Gjithmonë. A e ki kështu ëndër për me u bo vallëtare në të ardhmen? Po, pse jo? Pse jo? E ki në ambicjet tua? Po.